çdo lloj marrëveshje që kërkon 2/3 në kuvend. Dhe të gjitha lojrat politike që janë bërë në mënyrë që të krijohen këto situata, pra zgjedhje të një pas njëshme, në pamje të parë janë tërësisht absurde, por po të i studiosh më thellë, si duket është interesi i Zotit Kurti që ose të nështrojë subjektet e tjera politike dhe të qeverisë me duart e lira, por me partner të nështruar, ose kërkon që ta mbajë Kosovën në një gjendje të tillë, siç po e mban, në krizë të vazhdueshme dhe të qeverisë, sepse ai po e mban pozitën e kryeministrit, të qeverisë pa mandat, pa parlament, dhe të mos krijojë institucione legjitime. Domethënë, kjo është një pyetje që duhet i përgjigjet ai, në fakt, sepse ai është përgjegjësi. Tani duhet jemi të qartë për sa i përket pyetjes suaj. Si po e shihni bashkëpunimin? Nuk po shoh bashkëpunim. Ashtu sikurse nuk pam herën në 2 zgjedhjet e tjera, nuk kemi parë bashkëpunim. Krejt kjo çfarë servohet publikut si tip negociatash, si tip takimesh, si shprehje interesit për të bashkëpunuar, mendoj që është një lojë. Dhe kjo u provua disa herë, përderisa shkum disa herë në zgjedhje. Sepse po të ketë vullnet për bashkëpunim, partia e parë, partia kryesore pra, i fton subjektet e tjera politike në mënyrë serioze dhe i ofron marrëveshje bashkëpunimi. Tani, në rastin konkret, si për këto zgjedhje dhe për zgjedhjet e kaluara, duhet jemi realist. Qeveria, partia pra vetëvendosja, nuk ka nevojë për bashkëpunëtor në qeveri. Sado që po i dëgjoj ditët e fundit, domethënë kërkesa që të bëhet një marrëveshje gjithë